Një përplasje ashpër dhe tepër e tensionuar ka shpërthyer së fundmi në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4 mes dy banorëve, Toni dhe Alba Pollozhanit, duke tronditur qetësinë e lojës dhe duke ngjallur reagime të forta brenda e jashtë shtëpisë. Debati ka nisur në momentin kur Alba i ka përmendur vajzën Toni gjatë një përballje verbale, gjë që ka shkaktuar reagimin e menjëhershëm dhe emocional të tij. Me tone të larta dhe dukshëm i prekur, Toni ka kërkuar asaj që të mos e përfshi familjen në diskutimet e lojës. Mos ma përmend vajzën. Është hera e parë dhe e fundit që e përmend. Nuk është e nevojshme, ka plot shembuj të tjerë, është shprehur ai. Situata është përshkallëzuar edhe më tej kur Toni ka zbuluar publikisht një deklaratë shumë të rëndë që sipas tij, Alba ja kishte drejtuar gjatë debatit. Më tha: "Nëse ta dhunon dikush vajzën tënde, ti e përkrah dhunuesin", ka treguar Toni, duke shkaktuar tronditje dhe heshtje mes banorëve të tjerë. Pas kësaj deklarate, atmosfera në shtëpi u bë edhe më e rëndë. Banorët e tjerë ndërhyn menjëherë për të qetësuar situatën, duke u përpjekur të shmangnin një konflikt më të madh dhe të mbanin nën kontroll emocionet e larta që shpërthyen gjatë përplasjes. Ky incident ka hapur diskutime të shumta brenda shtëpisë dhe pritet të jetë një nga temat më të debatuara edhe në episodet e ardhshme të spektaklit. Dinamika mes banorëve vazhdon të mbetet e paparashikueshme, ndërsa tensionet duket se po rriten nga dita në ditë në Big Brother VIP Kosova 4. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.